Çmimet si mas tregut. Sa ishin që? 400 lek. Reja. Po shumë mirë është. Çka kena bë? Këto janë kushtet, edhe janë çmimet, edhe është tregu jonë. Çmimet janë rrit, pensionet zero dhe të lunë shinkrat. Mo lirë vim këto. E vime i marrim, kena gjetë edhe i ta mishterit mirë, kojnë se va për ne. Për ne pensionistat lartë, s'ka faj se e ka marrë shtrejt, s'ke qajtu, a më kuptan. Po t'i vinë për s'kan lek edhe ta qkretit se me pas lek taksat edhe këtu e në të ndoja shumë. Leku është i vogël, shtrejt janë gjonat mu ble atje, këtu duhet me ishit lirë, që këna me thonë? Janë rritë çmimet? Shumë. Po për zote. Kre mullatar ta mu shit i 1000 lek për shemull. Jo sa është, ta mën është koha për i 1000 lek, për nuk kanë lek njerëzit me e ble. Tregu sa keq më pës fuqia ble se ku është. Ka nik më as dihen se ka kanë shku. Fuqi blerë se edhe ka, edhe s'ka. Çmimet janë i fjetë nolda, e përsaj për këtë çmimet është, përsaj për këtë përkosi është, Allah nuk kanë ra tamam, se nuk ka fillu sezoni i prodhimit, por ma vonë do të binë.